Miqtë e emisionit për Tetra Ditës, Shqipëria ka shumë talente dhe këta talente janë kryesisht në për rrethet e vogla, të pamundur për të promovuar. Unë sot kam ardhur në një rreth tepër të vogël, ku do të takoj një vajzë vetëm 16 vjeçe, e cila të shumtën e kohës e kalon në një studio pikture. Me duart e saj të arta ka arritur të bëjë shumë piktura të bukura. E ndjekim dhe bashkëbisedojmë me këtë vajzë. Kush është kjo? Përshëndetje. Si je? Adelaida, në qytetin tënd ti njihesh si vajza me dorën e artë. Pse të njohin ose të kanë bërë këtë epitet këta qytetarë? Për shkak të talentit tim të pikturës, të cilën e kam shumë për zemër, më pëlqen shumë të pikturoj dhe është pasionim. Kur ke filluar të pikturosh? Kam qenë në Kopës, që atëherë filloi vizatori që të vogël shikoj lule, masën time ose deqenin. Si vazhdove më pas? Piktura më hyrë shumë në zemër dhe çfarë që të bëja që shqetësimte bora, të penili, të larja dhe aty vazhdova. Nuk e lash domethënë. Kush ka qenë piktura e parë që ti ke bërë dhe është pëlqyer nga prindrit apo në shkollë? Piktura e parë që kam bërë ka qenë një portret i vllajt dhe është pëlqyer shumë nga prindrit e mi. Vazhdove me pikturën. Piktura e parë ishte vllai, pastaj më pas? Pastaj fillova të vizatoj më shumë portrete, personazhe të filmave, vizatimesh që shikoja, edhe njerëz që shikoja në rrugë. Thjesht më pëlqen të parë të fytyrës dhe i hidja skica. Vitet ecnin, piktura rritej. Sot sa piktura kemi? Në ekspozicion e sotme janë diku për 40 piktura. 40 piktura. Të llojeve? Të llojeve kryesisht janë portrete, por janë edhe gjithashtu kafshë, peizazhe. Sa e vështirë ka qenë për ty për të arritur deri këtu ku je sot që ke hapur këtë ekspozitë? Ka qenë shumë e vështirë, por fal mbështetjes të Tabardhës, që e kam shumë për zemër dhe prindërve të mi, ka qenë shumë një shtyrë shumë e madhe. Po nga pjesa financiare, sepse jemi në një rreth të vogël, kuptohet që edhe papunësia, edhe të ardhurat e familjes. Gjithmonë pjesa financiare kam qenë gjithmonë prindërit e mi, që gjithmonë më kanë ndihmuar aty ku duhet. Çfarë pikturon konkretisht për shembull, sepse unë nuk i di. Këto janë bojra me vaj, me ujë, si quhen? Zakonisht përdor akrilik. Bojra akrilik. Kush është më i lehtë për të pikturuar? Zakonisht portretet janë shumë të thjeshta. Për mua, për të pikturuar, mund t'i kap shumë lehtë tiparet e personave që duhet vizatoj. Futemi ke portretet. Çfarë sekreti kanë pikturë, për shembull, që unë të mësoj ose dikush tjetër të bëj një portret? Si fillon? Thjesht praktika, duke u praktikuar shumë herë për ta bërë, pastaj edhe nëse shikon që diçka nuk shkon, prishe bëj prapë. Po ku fillon? Për shembull, ja të bëjmë portretin tim. Ku fillon ai vizatimi që ti bën? Fillon me skicën e thjeshtë, duke munduar që të kapësh tiparet e fytyrës. Këtu kemi 40 e ca piktura. Edhe në qytet ta thash edhe më herët që njihesh vajza me dorën e artë. Kush nga këta qytetarë kur vinë e vlerësojnë me shumë pikturën? Flas për pjesën e moshës. Bashkëmoshatarët, por janë edhe personat e përshëm profesor vizatimi që unë i njoh dhe ata kanë besuar shumë punën time. Jam me 2 zonja bardha, njëra në pikturë dhe tjetra në realitet. Zonja Bardha, unë të përshëndes dhe duhet të falenderoj për mbështetjen që ju i jepni të rinjve. Ju ka pikturuar Adelaida në një pikturë me syze. E mendoj. Ajo ka dashur për mirënjohjen e saj dhe kjo vlen shumë për Adelaida, që është njëri që ka një shpirt të bukur dhe unë e pranova këtë dhuratë kaq të bukur, kështu si ajo e solli. Dhe fotografia ka qenë me syze, kështu që nuk ka pas. Adelaida ka ruajtur formatin e pikturës. Me Adelën jam njohur në një aktivitet që u bë për një kauzë, për probleme sociale të ndryshme, dhe Adela ishte pjesë konkurseve. Sepse Adela është një nxënëse që merr pjesë në këto konkurrime vazhdimisht, por unë pata fatin të qelloja ditë edhe në juri dhe i dham një vlerësim që të merituar. Është vërtet fat që e takova për të ardhur sot në këtë ekspozitë. Neve punuam për një kohë. Tu është gati një 2 muaj përgatitje, shumë piktura janë, duke që janë edhe të vjetra, unë ja kërkova madje edhe ato që në fillesat e para, sepse shumë piktura të fillimit duken si shgaravina dhe ne, edhe unë vetë kur isha dikur që piktura si Adela,
I kemi hedhur me idenë që këto nuk bëjnë, edhe gjithmonë ato duhen ruajtur për të na treguar ku e kemi nisur. Dhe në fakt Adela është shumë e vogël dhe e re për të kujtuar se ku e ka nisur, sepse akoma e ka të freskët atë kujtesën dhe rruga e saj do jetë shumë e gjatë. Dhe duke parë që kishte punime të mira, i thash dua të paktën për në Pallat Kulturës duhet një punë e madhe, duhet një kohë dhe një standard. Piktorë që unë kam shumë përsime dhe që u vlerësoj shumë punën e piktorë të kohës së shkuar. Dhe Më thuaj një emër. Van Gogh, Leonardo da Vinci, që një gjithashtu si piktor që ka piktuar Mona Lisën. Po pse përmendet direkt këta emra kaq të rëndësishëm? Më pëlqen shumë mënyra se si ata e shprehin ndjenjën e tyre në pikturës. Rreth kësaj ekspozite shohim piktura dhe mua më ka bërë përshtypje njëra nga pikturat që është një vajzë me një cigare dhe ajo pas në sfond. Është Cabelucci. Po? Ajo më ka bërë shumë përshtypje se si ajo nxjerrte anën e saj femërore në një kohë shumë të vështirë. Dhe në atë mundohesh të kap një pjesë të filmit dhe ta sjellë si pikturë. Po ta mundohesh të sjell Belën, për të qenë më e bukur dhe bifsha, është një personazhe më të preferuar dhe mundohesh të sjell versionin human njeriu. Leopardi është punuar me xixa, në vend të bojës kanë përdorur xixat. Leopardi që më fole me xixa. Tani më trego pak si ke arritur që e ke punuar këtë. Si fillim është lyer gjithë telaja me bojën në zezë, pastaj është bërë skica tikët dhe është mbushur me xixa në vend të bojës. Më ke vjedh logon e emisionit, pse? Kështë të emisionin tuaj, ishte diçka shpejt e shpejt, thjesht për të treguar dhe të falenderoj që promovoni të gjithë të rinj kulturë në Shqipëri. E bukur, ë? Për traditës me ngjyrë. Ari, kaq i rëndësishëm është ky emision? Po. Për shumë të ri, po. Shumë faleminderit. Dhe këtë kam kënaqësi dhe kam për ta lënë ke redaksia si kujtim i kësaj interviste. 2 djem atje i ke bërë bardhazi. Po pse bardhazi ka djem? Ata janë Orson Boshmi dhe Gensleka, që janë 2 martyrë të njohur të Prashtit. Kemi edhe 2 shkolla që mbajnë emrin e tyre dhe mundohet të sjellë si piktura. Vajza me një gjarpër. Ajo është Medusa. Po? Mundohesh të sjell versionin tim, prandaj kam për gjarpën të qafë dhe jo ka flokët. Sa e mbështetur je ti nga bashkëmoshatarët e tu këtu në këtë qytet? Personalisht shumë kam shumë shokë, shoqë që më mbështesin shumë, një nga ato është Derisa, Po? që është shoqëria më e ardhur. Kur thua të mbështesin, në çfarë aspekti, në çfarë drejtimi? Që gjithmonë më japin kuraje për çdo vepar. Të rinjtë e këtij qyteti e duan pikturën? Mendoj ata që kanë pasion, po. Ju bashkë me Adelajtën hapët një ekspozit këtu në Pallatin e Kulturës. Si ju prit kjo nga këta qytetare dhe kush është mosha që erdhi e vizitoi më shumë këtë pikturë ose bëri pëlqimet, vlerësimet edhe vërejtjet? Në fakt unë jam e surprizuar se mendova që duke parë mosha Adelajtës nuk do kishte interes, por ka qenë për tepërshmërive tona dhe ne jemi ndjer shumë mirë nga pjesëmarrja e shumë njerëzve dhe qytetarëve, por edhe bashkëmoshatarëve që vinin në çdo orë të mundshme për ta parë dhe jo vetëm në momentin e inaugurimit, por edhe më pas. A ishte një frymëzim për të rinjtë e këtij qyteti? Ka qenë dhe qëllimi im që jo vetëm të ngrej Adelën, por të nxisin gjithë të rinjtë që në prirjet që kanë të ofrohen të Pallati Kulturës, të tregojnë ato cilësi dhe ato vlera për të bërë frymëzim dhe për tjerë. Dhe Adela e bëri këtë gjë më së miri. Dhe sa programe keni për të rinjtë ju si institucion? Në fakt unë kam bërë një plan të gjerë për aktivitete me të rinj dhe ne kryesisht bazohemi shumë tek të rinj sepse janë pjesa më e rëndësishme e jona
dhe pak a shumë gjitha aktivitete kemi bashkëpunim me shkollat, me nxënës më të talentuar, dhe i kemi ato të fushave ndryshe, tani do të ketë gjejnë për ekspozitat, siç edhe Adela e ka hapur, siç kemi dhe të ndryshme në aktivitetet rinore që ata kanë, sepse kanë dhe një qendër rinore, dhe ne do të bashkërendojmë këto aktivitete që mos mbeten të izoluara, por çdo aktivitet që ka një kapacitet të tillë, cilësi të mirë, të vinë në Pallatin e Kulturës, që dhe publiku të marrë vesh. Adelaida, ku e shef veten mbas disa vitesh? Mendoj duke ndjekur shkollën e Ankrave, që është Universiteti i Arteve. Nga këta politikanët, ka mund të pikturosh më thjeshti, më shpejt? Se kam problem, thjesht dua fotën përpara tash. Me dëshirë të madhe KDB nga këta. Ndoshta Edi Ramën. Po pse Edi Rama? Është ka të parë shumë të thjeshta për. Edi Rama. Po pse Berisha çka kam shumë? Edi Rama është më i thjeshtë për të pikturuar, nuk është se ka shumë punë. Ndërsa Filipe Berisha ka pak punë. Rama ka pak punë. Berisha do çik më shumë. Ku është ai puna që do të bërë ke Berisha, se ke Rama është portreti, më the, po ke Berisha çfarë të mundon për ta bërë? Rama të parë fitoi pak më të vështira për të kapur. Është më plaka i bërnaj. Veç pikturës, çfarë ti të bëjnë tjetër? Përveç pikturës kam talent edhe letërsinë, krijoj shumë bukur. Madje kam fituar çmimin e dytë Sami Leka te biblioteka e Fëmijës, dhe ishte shumë kënaqësi për mua që të merra pjesë aty. Po me pikturën, pse nuk konkurove? Kam konkuruar edhe me pikturën, ka qenë një konkurs i vogël këtu në rreth Librashit dhe kam marrë çmimin e parë. Një mesazh për të gjithë të rinjt. Mos mburojnë dhe të vazhdojnë atë që duan, atë që ndjen në zemër. Miqtë e emisionit Portret Traditës isha me Adelaida, një vajzë me një talent tepër të veçantë nga qyteti i Librashtit dhe me një mesazh për të gjithë të rinjt shqiptar që kudo që janë të shprehin talentin e tyre. Miru takofshim në emisionin e radhës.